Përfaqësues të Sindikatës së Kulturës edhe sot dolën përpara Ministrisë së Kulturës, ku theksuan se marrja e gjykimit të parë konfirmon se të drejtat e punonjësve të kulturës janë shkelur me vendimet e paligjshme për uljen e pagave. Prej andej pyesin kush do të mbajë përgjegjësi për dëmin që duhet ta paguajnë institucionet kulturore. Ќе одговара ли некој за судските трошоци на кои сега се изложени институциите? Дали истите службеници сега ќе ги заштитат директорите во културата, за кои СКРМ поднесе кривични пријави за злоупотреба на службената должност и непочитување на законите и колективните договори? Повторно повикуваме на разум и договор. Министерството да седне на маса, да се договориме за решавање на спорот и на тој начин да се избегне финансискиот колапс на институциите. Nga Ministria e Kulturës thonë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar të lidhur me pohimet e paraqitura. Ministria nuk ka asnjë njohuri konkrete as për cilën institucion bëhet fjalë, njëkohësisht informojnë se Ministria e Kulturës dhe e Turizmit po e ndjek me kujdes tërë procesin dhe sapo të disponojnë me informata të verifikuara dhe relevante, do ta informojnë me kohë opinionin publik. Punonjësit e kulturës në prill të këtij viti protestuan para ministrisë për shkak se për festat e Pashkëve nuk i morën pagat, si dhe për shkak të mosrespektimit të marrëveshjeve kolektive. Në atë kohë, ministri Zoran Lutkov u përgjigj se vonesa ishte për shkak të harmonizimit të pagave, por më pas pagat u paguan me ulje.